Jemi rikthyer sërish në studio, do të lidhemi drejt për drejt me Zvicrën, me Vlora Zekën nga Lidhja e Infermierëve Shqiptar. Atje, përshëndetje Vlora, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Përshëndetje Mediana, për juve dhe gjithë shikuesit, është ndër dhe kënaqësi të jam këtu sot me juve të flas për shoqatën tonë. Faleminderit shumë. Do doja të dija fillimisht tek ideja të ndaleshim, te ideja për të krijuar një shoqat, një lidhje që ju bën bashkë juve si infermier që punoni në Zvicër. Si ndodhi, si nisi gjithçka? Po, më ta quaj se ideja lindi si nevojë, duke pas parasysh që një numër i konsiderueshëm i infermierëve punojnë dhe jetojnë në Zvicër, dhe kjo lindi aq natyrshëm saqë edhe u formu në mënyrë shumë të natyrshme dhe nevoja për të pas që infermierët të kenë një platformë ku do të plasonin idejt, sfidat, nevojat, ka qenë një ide e kahmëtshme dhe si çdo populli ke kismet edhe dhe kena startu me një entuziazëm shumë të madh. Një ide e kahmëtshme, por që s'ka shumë që është jetësuar apo jo. Nga ai moment deri tash, sa është numri i anëtarëve që janë bashku, sa ka interesim për të ditur më shumë rreth kësaj shoqate? Po, domethënë kemi startu në pranverë dhe interesimi ka qenë jashtëzakonisht i madh i infermierëve, jo vetëm edhe i infermierëve, po edhe gjithë komuniteti shqiptar e kanë prit me një pozitivitet shumë të madh. Për momentin nuk mund të them një numër, por që në shtator do të bëjmë hapjen solemne të shoqatës ku do të jenë të pranishëm shumë infermierë, shumë fytyra publike dhe do të merr një formë më të institucionalizuar. E thatë edhe ju, ka një numër të madh të infermierëve shqiptar që punojnë në Zvicër. Dhe tani me këtë lidhje, besoj që keni filluar vetë komunikimet e para. Çka mendon, cilat janë sfidat ose arsyet që ju bojnë bashkë më së shumti brenda kësaj platforme? Arsyet janë mëse pak a shumë të njohura, është mungesa e personelit mjekësor, domethënë stafi mjekësor i cili mungon në Zvicër dhe komuniteti shqiptar është një numër i madh, të cilët janë edhe si pacienta, por edhe si punonës të shërbimit shëndetësor. Pastaj sfidat janë ka shumë si puna jem që kanë ardhur nga Kosova dhe janë përballë me gjuhën, me njohjen e sistemit shëndetësor edhe vetë kulturës. Pastaj është informimi i popullatës të cilën shumica prej gjeneratës të parë të cilët kanë ardhur, shumica dhe nuk janë shumë të integruar dhe nuk e njohin edhe jo mirë sistemin shëndetësor ose kanë probleme shëndetin dhe atëherë ne jemi si do të pika e parë të cilët japim informacione, shërbim shtëpiak dhe është domethënë një trekanç ku e lidh shërbimin shëndetësor neve si infermierë dhe komunitetin shqiptar. Përmende që edhe historia jote lidhet ashtu siç mund të kemi edhe shumë histori të tjera të shqiptarëve të cilët e shohin si një mundësi Zvicrën, por jo vetëm Zvicrën, edhe Gjermaninë dhe vende të tjera në Evropë kryesisht për të ushtruar këtë profesion, pra profesionin e infermierëve. Cilat kanë qenë për ty personalisht sfidat me cilat je përballë edhe për çka mundohesh me ndihmu të tjerëve që vijnë pas teje edhe që janë në situatën që ti ke qenë më përpara? Po, për këtë edhe e kam punën që e bëj me shumë pasion, është vetë fakti që e kam kalu këtë rrugtim dhe mendoj që kjo eksperjenca jam do t'ju ndihmoj dikujt. Unë personalisht para 20 viteve kur kom ardhur jam përballë pikë së pari me gjuhën. Gjuha gjermane nuk është edhe shumë e lehtë,
pastaj çka e rëndon fakti është që këtu flitet tani edhe dialekti, të cilën e bën pak edhe më të vështirë. Dhe është dashur që njohjen e diplomës me ja fillu me gjuhën më së pari është kërku një praktik dhe është dashur 3 module mi përmbyll me sukses për me mujt me kualifiku njohjen e diplomës. Do me thonë kërkon një tem pikë së pari një përkroje shumë të madhe, edhe harxhime, sepse kurset është dashur mi financu vetë. Në atë kohë dhe burri jam ka qenë vetë student, po e kom pas përkrojen edhe të familjes burrit dhe ja kom dal me sukses. Për këtë edhe një shumë raste të cilët vinë si puna jem, me punë, me fakultet që kam përfundu dhe për pak motivim, për pak informim përfundojnë tuja se tonë jetën me një profesion krejt tjetër. Në ku përmendet që pas pak javësh ju do të keni edhe një mbrëmje në cilën do ta hapni zyrtarisht ose do ta funksionalizoni zyrtarisht këtë lidhje. Mund të zbulojmë pak detaje rreth planeve, çka pritet me ndodh, çka konkretisht e keni menduar, pse është e rëndësishme që kjo të bëhet në një organizim të caktuar? Po, patjetër, mendoj se vetë fakti që numri ka qenë aq i konsiderueshëm dhe kemi startu me chat, me informim, njerëzit kanë shprehur më njëherë interesim të jenë antar. E kemi pa të arsyeshme që sa më shpejt të startojmë në mënyrë institucionale, kur me datën 12 shtator, e kemi vendosur që të jetë hapja solemne e shoqatës, aty janë të ftuar edhe fytyra zyrtare, ambasador, mjek nga Kosova dhe infermier nga Kosova. Me këtë ne dëshirojmë të plasojmë planet tona, sfidat tona, peripetit tona dhe të shkëmbejmë përvojat dhe me këtë të bëjmë publikut të qartë se ideja e kësaj shoqate është me vërtet që infermierët pikë së pari të bashkohen në këtë profesion dhe vetëm nëse jemi të bashkuar, cilësia e kujdesit për pacientit ndryshon, edhe shoqata jonë pikë së pari është si një urë bashkëpunimi që ngërthen në vete shkëmbimin e përvojave, mbështet edhe synon zhvillimin e infermierëve në Kosovë, po edhe në gjithë trevat shqiptare, ku pretendojmë të kemi bashkëpunim edhe në gjitha trevat shqiptare. Edhe urojmë shumë që të ndodha ashtu, sepse do të ishte një ndihmesë e madhe për të rinjt të cilët janë pikërisht në këtë drejtim dhe të mësojnë nga përvojat ose nga eksperiencat që keni ju që jetoni në vendet e tjera më të zhvilluara. Por Vlora, përmendni përveç teje, kush është edhe pjesë e kryesisë kësaj lidhje? Po në kryesi jemi gjithsej 5 persona, kryetaria është Ylka, Gjeneta, Antigona dhe kemi një që është për IT dhe për financa Fidoni. Kështu që gjithë puna është shpërndar te ju. Dhe nga pranvera e këtij viti deri tash që do ta kemi këtë mbrëmje, sa ka pasur interesim nga infermierë që janë në vende të ndryshme për t'ju kontaktu, për t'u interesu, për t'u bë pjesë kësaj lidhje? Po, fatmirësisht kemi pas fatin që Al-Info na ka përkrah prej fillimit dhe ka qenë një zë shumë i fuqishëm. I falenderojmë përzemërsisht për përkrajen që na i ka dhënë dhe gjatë këtij rrugtimi me të vërtetë kemi pas për shembull kontakte edhe nga Sanxhaku, nga Serbia, shqiptarë që jetojnë atje, nga Shqipëria, nga Kosova, të cilët janë lajmëruar dhe kanë thonë kemi dëshirë të jetojmë në këto zona si është për njohjen e diplomave. Pastaj edhe këtu në Zvicër është qeti kur ne kemi startu me fillim për shembull disa kolegë që kanë këtu quhen shërbime shtëpiake, në Zvicër quhen shpiteksa dhe
siç e ceka dhe më herët duke pas parasysh që personeli është shumë i pakt dhe kërkesat janë as të mëdha për këtë drejtim, ne po fillojmë të bashkëpunojmë në mënyrë intensive duke i shpëndo pacientat, për shembull në këtë region, unë përmuçaj pacientë shumë ma larg, ajo thot kush ka kapacitet, kush ka nevojë që ta merr këtë pacient që kish me qenë për atë pijen për shembull që është më afër dhe plotson të gjitha kushtet. Për shembull në këtë drejtim pastaj jemi edhe si bashkëpunëtor edhe me firmat për shembull që kanë nevojë për pastrim, për mushjen e formularave, shqiptarët cilët nuk kanë njohuri me gjuhë dhe sistemin. Do me thonë është një platformë ku gjitha problemet çka hasin me shërbimin shëndetësor mundin mu qas edhe me pyet kush çka din, është diçka që mësojmë prej të gjithëve edhe kjo e bën atë pjesën më të mirë që bashkëpunimi është diçka që e forcon lidhjen tonë shumë të madhe edhe e jep atë ndjesinë edhe për pacientët, por kjo nuk do të thotë që do të ndalemi edhe me kaq. Ne synojmë që me të vërtetë në gjithë Zvicrën të kemi këtë bashkëpunim. Dhe pse jo, ndoshta në një periudhë jo shumë të largët, të jetë një lidhje e shqiptarëve, infermierëve shqiptar dhe gjithë botës. Të rrjetet sociale na mundsojnë këtë, kështu që pse jo të mos jeni të bashkuar, me qenë se jeni në një profesion dhe kuptoni shumë mirë brengën, sfidën e gjithë secilit. Durant, falenderoj shumë për kohën, shumë suksese në këtë aktivitet që keni në shtator, dhe të mirëpres sërish në studio ose në lidhje të drejtë për drejta dhe flasim për projektet e juaja në vazhdim. Faleminderit shumë Diana, ju juve një ditë të mbarë dhe gjithë shikuesve çdo të mirë. Faleminderit shumë, përshëndes nga Prishtina.